mbledhja e byrosë së Komitetit të Partisë të Rrethit të Tropojës shqyrton me kujdes problemin si duhet t'i vim sa më shumë në ndihmë fshatit, sipas porosisë së shokut Enver gjatë vizitave në rrethet Korçë po Gradec. Problemi trajtohet në të gjitha aspektet ideologjik, ekonomik e organizativ. Dhe Bajram Suri, qyteti në prehrin e maleve, fillon ditët e aksionit me goditje të përqendruar. Solidariteti ynë shfaqet thjesht e bukur në tablo të tilla pune, ku punojnë së bashku kooperativist, punonjës nga qendra të ndryshme prodhimi të qytetit, kuadrot partisë të pushtetit në rreth, ushtarak, pensionist, nxënës shkollash. Dhe ashtu siç ka theksuar vazhdimisht partia, aksioni shërben si një shkollë e madhe edukimi, secili e ndjen veten pranë tokës ku prodhohet buka e popullit. Ja dhe pensionistët, ata e ndjen veten të përtrir këtu në artë të ulur këmbkryq me kallepet e misrit në dorë. Përkëdhelin kokrat e arta të misrit dhe me mendje avancojnë shifrën për rendimentin e tij. Mot qoftë më shumë se 80 kuintal për hektar. Dhe mendimi revolucionar i masës zbërthehet më mirë se kudo në aksion, se ashtu siç ka thënë shoku Enver, aksioni nuk ka rëndësi vetëm thjesht materiale, ekonomike, por ka sidomos rëndësi politike e ideologjike. Të rinjve të shkollave të Bajram Suri, duke punuar në mbledhjen e fasuleve në Kooperativën e Bashkuar të Margegajt, ushtohet dashuria jo vetëm për punën prodhuese, por edhe dashuria për fshatin. Në mbledhjen e fasules i gjetëm edhe punonjësit e rjetit tregtar të qytetit. Ata i gëzon shumë fakti që marrin vesh këtu në mes të fushës. Margegaj arriti të marrë si vit 200 kg fasule për hektar në të gjithë sipërfaqen ku ajo është e bashkëshoqëruar me misrin. Kodrat rreth e përqark Tropojës u zbukuruan me rreshtat e rregullta të vreshtave sipas porosisë që la shoku Enver Hoxha kur vizitoi Tropojën më 1970. Kur shikon vargun e vileve të Rushit, arkat që mbushen plot e për plot, të kujtohen fjalët e shokut Enver. Toka është si ajo nëna që kur ushqihet mirë, lind dhe rrit fëmijë të shëndetshëm. Në aksionet me goditje të përqendruar, një forcë e madhe prodhuese është rinia. Edhe të rinjtë e rrethit të Tropojës, ne i gjetëm në valën e aksionit për vjeljen e kumbullave, kësaj pasurie të madhe të rrethit. Si vit, Tropoja parashikon të marrë mbi 7.000 kuintal kumbulla. Vazhdojnë aksionet me goditje të përqendruar. S'kan parë kaq shumë njerëz këto zona të thella malore. Partia ngriti në këmbë të madhe të vogël. Atë dheu ka nevojë për sa më shumë prodhime, edhe për sa më shumë arra e mollë. Edhe qyteti begatisë së fshatit i përgjigjet me një qëndrim revolucionar. Puna në qytet bëhet me orar të zgjatur nga shokët në ndërmarrje, ndërsa vullnetarët punojnë në plot përgjegjësi në këtë front të madh prodhimi në fshat. S'ka thesar më të çmuar për një shkrimtar kur materialin e tij jetësor e qëmton gjatë punës. Në aksionin për vjeljen e specave, takuam gjumë me kooperativistët e vullnetarët, shkrimtarin e ri Noc Papleka dhe letrarët e rinj të Tropojës.
Zbulohet lufta e koncepteve të vjetra dhe afirmimi të rejave. Ja dhe perimet. Me shumë luftë e përpjekje u futën ato në këto zona të thella, duke u bindur për vlerat e mëdha ushqyese të tyre. Sa më shumë prodhime për popullin. Ky ka qenë preokupimi i kooperativistëve që i kanë bërë shërbimet një për një kulturave dhe sot bashkë me vullnetarët marrin plot gëzim frutin e punës e djeshtës së tyre. Ashtu si për mbrojtjen atë dheu të gjithë jemi ushtar, ashtu edhe në punët bujqësore jemi të gjithë fshatar të mirë. Ky është solidariteti ynë. Këtu është forca e bukuria e mendjes dhe zemrës sonë. Rreth i tropojës ka mbill në bjeshk midis pemëve e frutave 250 hektar tokë me patate, nga e cila ka marrë 80 kuintal për hektar. Parulla e partisë Buqësia çështje të gjithë popullit ka krijuar një gjendje të re revolucionare. Vazhdimisht organizohen takime, konsulta, ballafaqime. Ka një njohje të vërtetë me rezultatet e reja, me njerëzit që i arrin këto rezultate. Kësaj radhe takimi organizohet me punonjës të përparuar të bujqësisë të ardhur nga të gjitha rrethet e Shqipërisë së Veriut. Rrihen mendime për të çuar më përpara prodhimin bujqësor, që vitet e ardhshme të mblidhet më shumë grur, misër, ara, gështenja, perime. Të tjera kolona vullnetarësh do të përcjell qyteti sa herë që do të duhet përballimi një pune të madhe stine në fshat. Ky është solidariteti ynë.